Është Senati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ka konfirmuar Eric Wend si ambasador i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, dhe po të shohim edhe atë reagimi që ka patur vetë ambasada amerikane, thotë që do ndjek dhe do përkrah të gjitha politikat e presidentit amerikan Donald Trump, dhe një nga politikat kryesore të presidentit amerikan Donald Trump është lufta kundër terrorizmit dhe karteleve të drogës, të cilat janë cilësuar si grupet më të egra terroriste. Dhe ju thoni që kryeministri ka një bashkëpunim të fortë me këto kartele të drogës, a pritet të ketë në një ndryshim apo ashpërsim lufte, pasi edhe për SPAK-un, zoti Wend kishte deklaruar në komision atje se do të bashkëpunoj me SPAK-un, për aq kohë sa vërtetohet se është i pavarur politikisht. Në këtë aspekt, mendoj që presidenca Trump i ka dhënë rezultatet, ka dhënë disa rezultate shumë serioze në lidhje me luftën ndaj karteleve drogës. Po të shikojmë që nga ardhja në pushtet e presidentit Trump janë goditur grupe shumë të forta në lidhje me kartelet e drogës, dhe është zbuluar edhe skema për cilën Partia Demokratike ka denoncuar për vitesh të pastrimit të parave të drogës në kulla dhe në sektorin e ndërtimit në tërësi. Në këtë aspekt, ardhja dhe konfirmimi tani më i ambasadorit Shteteve të Bashkuara të Amerikës do ta përforcojë këtë aksion. Në lidhje me deklaratën për SPAK, unë jam njëri që, të jemi sinqert, do doja shumë që SPAK të ishte SPAK, por fatkeqësisht deri më sot kam parë që të gjitha goditjet janë më shumë një vullnet i ndërkombëtarëve, siç tha Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po doni ju dhe Europa dhe të tjera, apo SKCC, sesa çështje të nisura nga vetë institucioni. Një çështje që është e nisur nga institucioni, që është çështja e Belinda Ballugut, po zvarritet në një mënyrë të turpshme. Ndërkohë që lideri i opozitës është mbajtur në burg me 333 ditë në arrest shtëpie, sepse supozohej që kishte influencë politike për të ndërhyrë në hetime, apo kryetari i Partisë Liria dhe ish presidenti i Republikës ka gati 2 vite që është në burg me pretendimin se si kryetari një partie që është partia e dytë opozitare në vend mund të ndërhyjë në hetime se ka fuqi politike. Belinda Balluku vazhdon të jetë e lirë, ndërkohë që ajo ka një pushtet absolut në qeveri. Dhe vërteta është që nuk është pushteti i Belindës, por është pushteti i Edi Ramës. Belinda ka arritur me zgjuarsinë e saj që në afera të sigurohet që të ketë një backup. Dhe backupi janë prova që ajo ka për Edi Ramën. Dhe Edi Ramës i ka thënë që unë nuk shkoj në burg pa të marrë me vete se nuk jam Erion Veliaj. Dhe është Edi Rama që ka ushtruar presionin, dhe qartësisht presioni i tij ndaj SPAK ka funksionuar, se në të kundërt, ditën që Edi Rama refuzoi refuzoi drejtësinë që të marrë Belinda Balluku, duke mos lejuar heqjen e imunitetit, javën tjetër SPAK duhet kishte sjellur me urgjencë akuzën e re për grup të strukturuar kriminal, siç dhe është, sepse në dosjen e vet ata tregojnë që krimi organizuar apo të fortë, siç e thon ata, kanë ndërhyrë tek dëshmitarët, pra kanë ndërhyrë në hetime, dhe direkt javën tjetër ata duhet kishin sjellur një kërkesë të radhës për imunitetin e Belinda Ballukut. Jo vetëm që nuk bën këtë, po ende sot madje kanë shtyr edhe me 3 muaj hetimet. Po vazhdojnë shtyjen hetimet. Pra edhe ende sot ne kemi këtë problem. Pa diskutim që ne si opozit, si Parti Demokratike, ne kemi bërë çmos për të bashkëpunuar me SPAK, se cili është bashkëpunimi që mund të ofrojmë ne. Kemi mbledhur fakte, kemi bërë denoncime, ja kur Smart City, ta hetojnë. Se kam dëgjuar dhe këta që bëjnë si analist pavarur, ndërkohë që paguhen gjithë ditën nga qeveria, pse nuk i çoni ju në SPAK? Ne kemi bërë denoncimin publik, për post fakti që i kemi quar, por e kemi bërë denoncimin publik, pse nuk ndërmarrin një hap këta dhe të bëjnë detyrën e vet? Se në fund ditës nuk pagohet Partia Demokratike për të bërë hetime, ne nuk jemi prokurori, ne dhe kaq sa bëjmë shumë, sepse një parti politike jep alternativën për zgjidhjet e problemeve. Por në mungesë të një prokurorie të vërtetë, një drejtësie të vërtetë, ne jemi të detyruar të bëjmë dhe rolin e hetuesit tani më dhe të gjejmë provat vet. Pra ja kemi bërë gjysmën e punës gati. Ta marrin dhe të kryen detyrën. Pse seriozisht ka një shqiptar që mund të mendojë që gjithë kjo prokurori që janë investuar miliona e miliona euro me prokurorë që paguhen nga 10.000 euro në muaj, nuk e dinë këto çështje që ne ngrejmë. E di unë për Smart City se çka ka ndodhur nga 60 milion në shkryet 118.5 milion, dhe nuk e di SPAK-u këtë punë. Sigurisht janë pikpyetje të mëdha këto, zoti Balliku. Nuk e di SPAK-u këtë punë. Normal që ata i dinë.
të kryen detyrat e tyre. Pra, me mbërritjen e zotit Wend, ambasadorit të ria, pritet të ketë një qasje të re nga ana SPAK-u, duke qenë se është edhe një investim amerikan kë? Unë kam bërë dhe një status publik, mirëpres dhe ishte bën fund koha që të kishim një ambasador, nuk ishte pozitive që Shqipëria s'kishte një ambasador Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe di që kishte edhe në vende të tjera, por Shqipëria është ndryshe, është një vend që i do Shtetet e Bashkuara, po aq sa e duan amerikanët Shtetet e Bashkuara, dhe është një vend që ka një rëndësi etike për stabilitetin në rajon, dhe në këtë kontekst ardhja dhe emërimi tani më konfirmimi i ambasadorit të ri është një lajm shumë pozitiv dhe mendoj që do të ketë një rritje të influencës në kuptimin e të vëmendjes, mund të themi më saktë. Jo, të influencës të politikave të presidentit Trump në Shqipëri. Mendoj që aktiviteti politik që do të ndiqet nga ambasada apo kryerja e detyrave për misionet që i ka caktuar administrata e re, pra administrata Trump, Shteteve të Bashkuara, mendoj që do të ketë një impakt të jetë pozitiv.